shkem në Kosovë për të folur për situatën politike atje, tashmë Kosova është përballë një tjetër sfide për zgjedhjen e presidentit të ri që brenda fillimit të muajit të mars duhet të jenë mbyllur pra një muaj nga skatimi i mandatit të Vjosa Osmani që i përfundon në prill, pra një muaj përpara Kosova do të njohë presidentin e ri, por cili do të jetë ai, kush janë skenarët që po luhen në Prishtinë, për gjitha këto ne do të flasim me profesorin Selatin Gocerit, të cilin e kam kënaqësinë që ta kem sërish në këtë bisedë. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, zoti Bolla. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. E nisim këtë bisedë me një shkrim të fundit që ju e keni publikuar, ku theksoni që Albin Kurti po tenton që me një gur të vras dy zogjë. Por çfarë realisht po ndodh atje, kush janë kandidatët, sa shanse ka që të kemi një rizgjedhje të Vjosa Osmanit, si po luajnë partitë opozitare, sa shanse dhe mundësi kanë realisht, por ndërkohë përjashtohet dhe versioni i zgjedhjeve sërish të reja të parakohshme. Po, sigurisht një skenar i parapërgatitur që shmëti tani më po funksionon. Albini në zgjedhjet e shkurtit vitit 2025 nuk e kishte pritur se do të bie me vota, por megjithatë ndodhi ajo që ndodhi është një përshkrim që kemi kaluar në të kaluar, nuk po duam ta përsërisim. Dhe pasuan zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe ndodhi ajo si e kishte parashiku vetë Kurti që t'i bëj zgjedhjet në një afat kohor kur ai e din që do të ketë prezencë të madhe të diasporës shqiptare në Kosovë. Edhe zonja presidente, duke ju nënshtruar asaj që kërkoi vetë zoti Kurti, se asnjë parti tjetër s'ka kërku, ato partitë alternativa e Mimoza Kusarit, e lista Guxo, faktikisht ato nuk ekzistojnë, janë vetëm formale, sepse ata të gjithë janë të shkrirë në vetëvendosje, por kë i përdor si gjoja ka një koalicion shumë partijak brenda dhe e përdor për nevojat vetat politike. Ai sigurisht që e kishte brengen se ai do të bie në 40%, sepse gjitha sondazhet e jepnin se ai do të bie në 40%, diçka që nuk i konvenonte atij dhe donte të harronte spoku atë shifer. Por ndodhi ajo që ndodhi, zgjedhjet u bën në kohën e më të vëlletshme të mundshme, opozita nuk funksionoi, nuk diti sepse nuk dëgjonte dashamirët që i thonin opozitës që votojeni Glaukun sepse do t'ju bje më mirë atyre, sepse Albini nuk e duron Glaukun për ta pas kryeministër përhershëm, ai ka dashur vërtet ta ketë 6 muaj dhe tani zgjedhjet për presidenten ti mbaj në kohën e duhur para datës 4 prill, apo kur i kalon mandati, sepse ai me kohë e ka ditë që zonja Vjosa Osmani nuk do të jetë presidente, sepse në momentin kur para 2 vitesh, në 2023 më duket e ka thënë që Albin Kurti, ai ka thonë politika po lund bigjës, por ai ka aludu me Albin Kurti. Dhe nga i moment nuk harron Albin Kurti. Albin Kurti revanshist, është hakmarrës i madh. Edhe ajo mos mendon Vjosa Osmani që e ka harruate. Edhe këtu të fundit që zonja Vjosa Osmani shkoi te Trumpi në bordin e Paçës pa leje dhe pa koordinim me Albin Kurtin, kjo e shqetëson. Edhe mund ta trem, sepse duket sikur është një president amerikan në Kosovë. Ashtu e trem shumë, edhe domethënë edhe angazhimet e Edi Ramës për të ndihmuar zonjës Vjosa Osmani, që besa, unë mendoj që Edi Rama ja ka përgatitur gjitha, edhe takimin e parë zonjës Vjosa Osmani në portin e Paçës, edhe takimin e dytë ku ishte edhe nuk ja dhan fjalën. Sponsorizimi më i fortë ishte ai për deklaratën që është kërcënuar. Sponsorizimi më i fortë ishte i zotit kryeministër të Shqipërisë Edi Ramës, por kjo si duket nuk bëri punë te Albin Kurti dhe jashtë çdo loje politike për të bërë presidente është zonja Osmani. S'ka asnjë shans.
Pra Dikush po thotë është mbyllur kapitulli? është i mbyllur kapitulli sepse në momentin kur Zoti Kurti i ka thënë zonjës Vjosa Osmani mbledhi në nënshkrime te opozita, aty është ditë që nuk ka shansa. PDK-ja nuk ja jep vota sepse ajo pa marrë parasysh që një trubim në një protest doli në ballë protestave për Hagën, ajo zonja dihet çka ka thënë edhe çfarë fyri i ka bërë Hashim Thaçet edhe liderëve tjerë të cilët janë në Hagë. Andaj ajo nuk i falet. Dhe kështu që kjo zonjë është dalë prej konkurrencës pa marrë parasysh që edhe nëse përkra Trumpi, edhe nëse kërkon Trumpi drejt për drejt që kjo të kandidohet, kjo nuk vjen shprehje sepse e dim Albin Kurti nuk nënshtrohet urdhrave të as amerikanëve, as evropianëve, as kujt. Kurti thyen edhe Trumpin këtu. Po, dilema për zonjën Vjosa Osmani ka ra. Tani, edhe diçka, po tek ajo që ju thatë ato fraksionet nuk janë faktikisht de facto, po janë thjesht de jure ato sa për sy e faqe për treguar ndoshta demokratizimin e vetvendosjes me këto partitë e vogla brenda. Sa fuqi ka realisht lista Guxo, sepse Osmani vaj takoi edhe Faton Pecin në Mitrovica atje. Domethënë loja filloi më përpara, nuk kanë fuqi apo nuk pranon Gërvalla me Faton Pecin dhe të tjerët për t'i dhënë mbështetje. Fore nuk ka rëndësi lista Guxo brenda se s'ka listë Guxo hiç. Ai pa Faton Peci e ka bërë një presion që të kaluarën para disa muajsh ka thënë që duhet të votosen ne 7 deputet i tërhekum, por ajo nuk është se s'ka mundësi, nuk tërheken deputetet e listës Guxo sepse ata vetëm me vetvendosjen janë deputet se në asnjë rast, në asnjë alternativë tjetër ata nuk do të mund bëheshin deputet, as nuk do të mund bëhej kryetar i Mitrovicës. Kështu që atë çka thot qoftë Donika Gërvalla, qoftë Faton Peci, që janë dy bashkëkryetarë. Dy shoqe të mira pra. Kjo fore nuk çon pesh sepse zonja Vjosa Osmani nuk e ka miratimin, nuk e ka pëlqimin bile, ajo edhe nuk ka fol deri ditëve të fundit, nuk ka fol fare, janë në hasmëri të madhe me Donika Gërvallën dhe kështu që ajo nuk bie në shprehje. Profesor, unë kam respekt për mendimin tuaj, edhe është kënaqësi që bisedoj me ju, po më lejoni t'ju kundërshtoj edhe pak te kjo, sepse mua më duket domethënë nuk besoj që Vjosa Osmani është aq naive sa t'i shkonte për shtat të linjës së Kurtit, që t'i shpalte zgjedhjet ditën e vitit të ri, se ishte diaspora aty. Sepse ajo nëse do kishte një marrëdhënie as mish as pesh dhe të cunguar, e vendoste në datë 15 janar ose 15 dhjetor. Pra që diaspora mos kishte ardhur ose kishte ikur. Pra, besoj që ka marrë diçka në këmbim, ndoshta e ka mashtruar. Albin Kurti mashtron, është mashtrues i madh. Edhe e ka mashtru, i ka thënë që ti do t'jesh kandidate, i ka premtu, por fare dert nuk e ka Albin Kurti që premton. Edhe ai del prej premtimeve të veta, mashtron në çështje tjera, lere më Vjosa Osmanin që fare s'o më rëndësi, ai mashtron në çështje kapitalit shtetit, so për Vjosa Osmanin ai as që e llogarit, as që merret me atë pak pune. Ai shiqoni. Po nëse Vjosa Osmani do i dilte në terren, do ishte më keq sepse aty e ka mbyllur në presidencë. Nuk merr elektorat. Po Albin Kurti ka qenë pengesa kryesore që Adem Demoqi nuk është promovu kryetar i Republikës Kosovës. E kam dëgjuar. E ka pengu Adem Demoqin, ka qenë njeriu më i afërt i Adem Demoqit. Sekretar. Në zyrën e Adem Demoqit, po sekretar, edhe përkthyes në atë zyre. Edhe ka udhëheqat shtabin politik në Prishtinë bashkë me zotin. Po ai ka mbetur qefi se Demoqi tha që këta të vetvedosis nuk janë për shtet. Kam dyshime. Jo, absolut nuk janë për shtet. Dhe tani rreziku i madh që unë e paralajmërova me loja me familjen Jashari. Okej, futemi këtu te kjo. Kjo është lojë, kjo është Grock.
ai veç Grockën e Glaukën Juftës është duke ja përgatitur, po Glauku është i vogël për këtë, sepse Glaukun e sheh rrezik permanent që t'ja marrë pozitën e kryetarit brenda lëvizjesve të vendosje. Është figurë konceptuale e pa natemuar, harmoni me opozitën. Shiqo, nëse e ka bërë zëvendës kryeministër zotin Konjufca, ai nuk ka pas nevojë ta bëj krye negociator, sepse krye negociator ka mund ta lërë këtë zotin Bislimi. Por zoti Bislimi e din se çka përmban marrëveshja që ai ka punu. Marrëveshja është katastrofale për Republikën e Kosovës. Aty parashihet bile janë duke u zbatuar. Këtu thuhet që Mitrovica tani është e çliruar, është e mbikëqyrur, është e kontrolluar. Në fakt, aty vetëm janë duke u zbatuar aneksi marrëveshjes së Ohrit. Dhe në fund thuhet që ndoshta prilli nuk do të jetë muji kur Trumpi do t'i ulë në një tavolinë të përbashkët. Zotin Kurti thuhet, por në këtë rast do ta haj Glaukën Jufta, do ta ulë Glaukën Jufta në zëvendës kryeministrin, edhe eventualisht do të provoj që politikën e jashtme t'ja lërë zotit president, e në këtë rast mund të jetë dikush nga familja Jashari, dhe një barë të tillë, kaq të rëndë, të tradhtisë Kosovës, sepse akti i nënshkrimit, apo që kërkon të nënshkruhet, pa marrë parasysh a nënshkruar apo jo, marrëveshja ndërkombëtare, paraqet autonomi substanciale, me kompetenca ekzekutive, me kryeqytet Mitrovicën dhe me ministri, me mini ministri, të cilat do të funksionojnë në Mitrovicën e Veriut. Dhe kjo t'i ndodhë që kryetar, president, tjetë, cili do, jo bashkimi, qoftë Bekimi, qoftë Murati, nga familja Jashari, dhe t'i mbetet kjo barë, atëherë do t'a fshi historinë e lavdishme të familjes emblematike. Andaj, kjo familje duhet të largohet prej këtyre kalkulimeve politike, sepse rrezikohet seriozisht ta humb rejtingun edhe madhështinë që ka kjo familje, sepse këtu ka vetëm mashtrim, se nuk ka asgjë tjetër. Dhe çka ka dosh, çka don me këtë të arrijë zoti Kurtit, përjashtohet vetë, të udhëheq politikat e mbrëmshme të në shtet këtu, të udhëheq me qeverinë për këta ministra që i ka në qeveri, në anën tjetër politikat e jashtme ja lën ministrit Glaukën Jufta, edhe në një farë mënyrë për nga detyrat e ka edhe presidenti i shtetit, në këtë rast cili do që tjetë, por edhe marrëveshjet këtë do të shmongët, si që shmongur në vazhdimësi, përveç nohër që e kanë detyru, por edhe ju kujtohet një kohë, kur për demarkacionin, apo Hashim Thaçi e ka pas lënë Ramush Haradinën me udhëheq bisedimet. Edhe në këtë rast, do të lejoj që presidentit merret me këto probleme, edhe marrëveshjet ndërkombëtare nuk kanë çare, patjetër duhet të zbatohen, se kanë mu zbatu, veç janë duke u zbatu, dhe në këtë mënyrë korruptohet, komprometohet familja më e rëndësishme e historisë pas Skënderbeut. E kemi familjen Jashari që unë nga një politikan periferik kisha kërkuar dhe kisha lutë që kjo familje mos të merë një barë kaq të rëndë historike të dëmtohet. Ka indicje që po negociohet me familjen Jashari pra për këtë kandidati që mund tjetë, kush mund tjetë një nga ata, ju përmendet 3 emra, po më potenciali? Më potenciali duhet jetë Murat Jashari, është më i përgatitur, dhe është doktor shkence, është profesor universitar, është i përgatitur akademikisht. Ka qenë pjesë e politikës më përpara drejtimit? Jo, nuk ka qenë. Bekimi ka qenë kryetar komune, dhe në këtë rast këta duan ta qesin para aktit kryer Partinë Demokratike të Kosovës, e Lidhja Demokratike nuk besoj, sigurisht edhe Alianca për Armërinë e Kosovës, edhe ata janë para aktit kryer, dhe këto 2 parti, ndoshta ndonjëri prej tyre
mund edhe mos e votoj, ose mos të rinë sol, por besoj që shumica e Partisë Demokratike, derisa Ramush Haradinaj komplet me ata 6 deputet do të rinë sol, sepse ka lidhje marrëdhënie shumë të forta me familjen Jashari edhe nuk mund. Pavarësisht familjarisht janë ngjajshëm për rëndësinë që i kanë dhënë luftës këto dy familje, andaj ai rrin aty. Por megjithatë konsiderojmë se nuk është dashur që... Po, ka një dritë që mund të pranoj, pra, ka një dritë jeshile mund të hapet, një derë, nga një krau tjetër? Në flitet, në përkolluare ndryshme që natën e parë që ka qenë nuk është pranu që dikush prej tyre tjetë. Por megjithatë vazhdojnë biseda telefonike të kurtit me Rifat Jasharin, që unë jam edhe kjo mendoj patriarkale, që biseda për kryetarin bëhet në periudha të Kosovës, ku në për ato da marrin pjesë vetëm... Të gjitha, profesor, Baca Rifat, nuk i di këto gjëra? Besoj që Baca Rifat nuk i din këto gjëra. Besoj që Baca Rifat ka shumë mangësi politike edhe të prapaskenave nuk i kupton, edhe nuk jam mërmenja se ai ka marrëdhënie të mira me kurtin, i ka kriju kove të fundit se s'ka pas, dhe tani ai u beson njerëzve. Ai ka pas marrëdhënie të mira edhe me Hashim Thaqin, ka pas marrëdhënie të mira edhe me Jakub Krasniqin, kanë pas edhe momente të këqija kur është dash të pajtohen me ndërmjeveti, por në këtë rast është duke ndodhur një tradhti e keqe që nuk është dash të bëhet familjes më të rëndësishme të historisë më të re të Kosovës edhe shqiptarisë në përgjithësi. Po, nëse nuk do jetë skenari i presidentit nga Jasharët, edhe bie edhe Vjosa Osmani, ka emra të tjerë që janë lakuar? Jo, mendoj që kurti është interesuar edhe për një palë zgjedhje, nëse familja Jashari nuk pranon. Pra atëherë mund vinë kandidaturë si Haradinaj që propozojnë ndoshta nga PDK-ja? Jo për të fituar, nuk pranon PDK-ja, jo për të marrë vota më shumë, për të marrë vota më pak është interesuar Albini, sepse Albini nuk mund ta bardh krejt këtë barë, madhe që do ta ketë një proces i arshëm politik ndërkombëtar për çështjen e Kosovës, e sidomos të asociacionit. Dhe atë e ka befasuar diaspora, me ardhje masive edhe i ka dhënë vota më shumë se që ka pritaj, sepse me çdo kusht ai ka dashur me koalicionin me LDK-n të kaluarën. Por LDK-ja nuk u fut në koalicion, sepse ai donte bile e kish marrë edhe Ramushin, por Ramushi i ka thënë atë se Albin Kurti është spion bashkëpunëtor serb e ku ta diun, edhe janë atë shumë të acaruara marrëdhëniet, sa që nuk mund të i te i kalon për momentin, nuk do të thotë që këto nuk mund të i kalohen në një të ardhme të afërt, dhe Kurti dëshiron që të ketë edhe një proces zgjedhor nëse nuk pranon apo nuk tradhtohet familja Jashari në këtë rast edhe të pranoj ta marrë presidencën. Në këtë rast ne do të shkojmë në zgjedhje edhe Albini nuk do të marrë vota më shumë se 40%, edhe do të jetë detyruar të bëj koalicion ndoshta edhe me Partinë Demokratike të Kosovës, me vetmin qëllim që t'i kaloj këto procese të rënda në cilat e ka futur vetë Kosovën. Domethënë, ai është i befasuar nga numri i madh i votave dhe kë nuk është në gjendje të menaxhoj. Nuk është në gjendje të menaxhoj sepse edhe është i paaft, është i paden për të ecur tutje me zhvillim edhe me ekonomi të Kosovës, e cila, kam thonë edhe herave tjera, po vdes kjo ekonomi, është në kolaps, gjithçka në Kosovë është në kolaps, tani po ndëgjohet edhe për aprovimi apo zonja Mimoza Kusari Lila e ka kthyer edhe një herë ligjin për çmimet tavan. Ligji për çmimet tavan do ta shkatërroj edhe këtë pak ekonomi, sepse tregtarët nuk do të sjellin produkte
në Kosovë me kostot që ata i çon humbje. Dhe kështu në Kosovë do të fillojnë të krijohen radhë të gjata të pritjes për të marrë ushqime të pakos së konsumatorit, dhe ose do të detyrohemi të drejtohemi Maqedonisë edhe Shqipërisë për të furnizuar me mollra, sepse ne në Kosovë nuk i prodhojmë, ose nëse i prodhojmë dopta, dhe në rastet e kundërta Kosova do të marrë ushqim jo ekologjikisht të pastër, sepse prodhuesit do të orientohen të prodhojnë vajra me origjinë bimore, do të prodhojnë qumsht me origjinë bimore, edhe mesh të Brazilit e mesh të kalbur, gjithçka do të shkojnë për shkak të çmimeve tavan. Ekonomia e tregut, ekonomia e lirë e tregut nuk njeh çmime tavan. Andaj zonja ekonomiste Mimoza Kusari nuk guxon të lejoj që të vehen çmime tavan, sepse ajo edhe do të shkatroj atë pak biznes prodhues që është në Kosovë, por edhe do të na rrezikoj të mos kemi në përshitore tona, në përmarketet tona artikuj të nevojshëm, sepse çmimet tregtari nuk njeh asgjë tjetër, njeh veç fitimin, edhe ai nuk do të bjen produkte për hir të konsumatorit nëse qeveria nuk intervenon me rezerva shtetërore, nëse i ka ato rezerva, që unë besoj që nuk ka kurfa rezerva Kosova, dhe kështu ai ligj do ta rrezikoj edhe më shumë prodhuesin vendor dhe ekonominë e Kosovës. Profesor, po ekziston një skenar që të bashkohet i gjithë opozita bashkë me pakicat serbe dhe jo serbe, dhe mund të zgjedhin Ramush Haradinaj? Jo, në votimin e tretë me 6-1. Aq ka kriju shumë frikë opozita, edhe prej Albinit, edhe prej asaj që të kaluarën është fol. Sa që opozita tani nuk ka fare guxim, ajo po frigohet të shkojnë në zgjedhje. Ku ka opozitë në botë që frigohen nga zgjedhjet? Kjo opozitë... Çfarë do ndodhë? Abdigjiku 3 palë zgjedhje, 3 humbje. Çfarë do ndodhë më shumë? Edhe të fella, të keq. Ja, Abdigjiku në konfond çka e ka sjell te humbja. Nëse Vjosa Osmani nuk kandidohet, Vjosa Osmani ka shumë mundësi ose të formoj parti, ose të bashkangjitet Lidhjes Demokratike. Se ta shumica e kryesisë Lidhjes Demokratike e përkrojnë Vjosa Osmanin. Ka Hikmete Bajrami, Abdullah Hoti, Zoti Zema, janë një farë pjesë e vogël brenda LDK-s që nuk e përkrohin zonjën Osmani, por vetë Lumir Abdigjiku e përkroh zonjën Osmani dhe ajo ka shumë mundësi. Edhe nëse nuk shkon në LDK, ajo mund ta formojë një subjekt të ri që në të ardhmen do të jetë në koalicion me LDK-n, edhe LDK-ja bashkë me një parti tjetër që mund ta formojë zonja Osmani, mund të kenë mbi 25 deri 27% të votave, sepse edhe sondazhet të cilat po bëhen kohëve të fundit për kush duhet të jetë presidente, shifrat po dalin marrëmendse, 80% e përkrohin zonjën Vjosa Osmani për presidente. Në secilin sondazh që po bëhet në Kosovë. Dhe kjo tregon që ende zonja Vjosa Osmani ka fuqi politike edhe mund të jetë e fortë nesër një parti e re e cila mund të formohet jo lista Guxha, po një parti krejt tjetër e re nga zonja Vjosa Osmani, e cila shumë vështirë që mund të kandidojnë në këto zgjedhjet që do të pasojnë, por ka mundësi të ndihmojë LDK-s me thirrje që elektorati i saj i heshtur mund ta votojnë LDK-n. Profesor, edhe diçka të fundit kam. A mundet që nëse digjet në raundet për zgjedhjen e presidentit, edhe shpallen zgjedhjet e parakoshme, a ka mundësi ligjore që Osmani t'jap dorëheqjen dhe të shkojë të futet në garë qysh në këto zgjedhje? Po ka mundësi të futet në garë, veç duhet në shpejtësi të kryej disa obligime për regjistrim partisë, regjistrim në KQZ, ato po ka mundësi. Po mundësi brenda natës mund të kryhen këto procese. Nëse e ka një kryesi të konsoliduar, nëse e bën kryesin, e shpall, e regjistron partinë,
edhe me kaq mjafton që ajo të kandidojë në zgjedhjet pasuese, cilat mund të jenë brenda 2 muajve. Tash na kanë metë pak ditë deri te presidenti, nëse nuk zgjedhet presidentja në mënyrë automatike vendi shkon në zgjedhje pas maksimum 45 ditësh, që i bie dikun në mes prillit të kemi zgjedhje. Duke se ajo që kemi parë nuk është gjë hiç përpara asaj që po vjen, intriga që vazhdojnë. Profesor, të falenderoj shumë që pranua të flasim për ta zbërthyer këtë aktualitet politik atje edhe këtë luftë të nëndeshme për postën e presidentit. Është tek kënaqësi. Faleminderit.